Ajo është po që për këto 4 vjetë nuk e ka kuptu as dokumentin më të rëndësishëm shtetit tonë, Kushtetutën se e ka shkel një 48 herë. Kuptimësia ose ana kupton aja jo, nuk është preokupimi jonë. Me përcaktimet tona konsistente, i kemi dhënë një leksion demokracisë të Kosovës, po mas shumë të Albin Kurtit, që me gjuhën, me diskursin, me sjelljen, ndaj të tjerëve, ndaj oponentëve politik, ndaj përqarjes dhe mënyrës se si e ka përqa shoqërinë kosovare, nuk shkohet përpara. Prandaj, si LDK e kemi refuzu pushtetin për të mirën e Kosovës edhe për një mësim që do t'i shërbej për gjatë edhe shtetësisë tonë edhe mënyrës së sjelljes të gjitha partive politike. Jona tha që edhe ju e përmendet që gjuha e përdorur. Ndërkohë sot kryeministri në detyrë Albin Kurti e tha që në të kaluarën qas ju ka thonë dhe qas keni thonë për një tjetrin, prap keni bë koalicion qeverisës. Pse tash është ndryshe? Sepse fyrjet skajshmërisht që i ka bërë Kurti, por edhe partia e tij, se ndarjen edhe vjelljen e gjithë atij helmi për gjatë 4 viteve, nuk e ka bo askush përpara. Sepse duhet me na shërby që populizmi edhe mënyra e sjelljes se jo nuk është vetëm sharje, nuk është vetëm fyrje, nuk është vetëm diskurs, ka qenë edhe sjellje. Duhet me i thanë stop, për të mirën e fëmijëve tonë, për të mirën e vendit tonë. Se unë besoj që Kurti duhet me reflektu shumë seriozisht kësaj here, edhe me e thirr mendjes, me e pa qysh jeton vajza e tij në Norvegji, me çfarë vlera qeveriset Norvegjia, edhe çka janë vlerat demokratike. Duhet me u kthy në zanafill, nëse don shtet demokratik. Madje sjelljet e tij kanë qenë papranueshme dhe për shumë miq tanë ndërkombëtar. I ka humb aleancat edhe na ka fut në sanksione, që kaq shumë shteti i Kosovës nuk ja ka borxh asnjë personi në Kosovë. E Kurtit aq më pak. Prandaj duhet me qenë si thirrje, si këmbon për të gjitha partitë politike, po për të gjithë spektrin, jo vetëm politik, po edhe publik, që fyrjet dhe sharjet nuk na çojnë si vend askund. Duhet me undal, me reflektu, edhe për këtë, si LDK, kemi pas mundësin, mbi koston tonë partijake, me ja dhënë këtë leksion, këtë dhurat Kosovës. Në rast se reflekton lëvizja vetëvendosje dhe kujdeset me gjuhën në fushat zgjedhore, a është kjo një lloj shpërlarje, po e them thonjza, Jehona, që në një konstelacion të ardhshëm politik të bëni bashkë me vetëvendosjen, apo vazhdon tjetë jo veç vije kuqe, po hendek i thellë mes jush dhe lëvizjes vetëvendosje? Unë e mendoj që vetëvendosja i ka vu këto bariera të hekur të vetë me sjelljen e saj, dhe do duhet të investoj shumë që të largohet dhe të distancohet nga sjelljet e tilla. Unë e uroj që Kosova të ketë një spektër politik të emancipuar, edhe të kemi mundësi të gjithë të flasim që kushdo që është më i ngjashëm dhe më i përafort me program të qeverisë bashkë. Do me thënë nuk po paragjykoj as pak, por unë mendoj që kjo është një pikë kthese, duhet jetë një pikë kthese, për vetëvendosjen nëse dëshiron me qenë si parti normale në një vend demokratik. Dhe këtu i bëj thirrje çdo kujt në vetëvendosje që të reflektoj dhe vërtet ta shpërfaq në të gjitha nivelet, duke filluar edhe nga ushtritë e tyre në rrjete sociale që nuk lën gjë pa thënë dhe pa e thelluar edhe më tej ndarjen. Andaj ky emancipim pritet prej vetëvendosjes, nuk po i vëj vijë të kuqe, në shtete demokratike është mirë që të mos vijen vijat e kuqe, po gjithsesi vijat e kuqe do të vlen për partitë që përdorin diskurs populist, fyes dhe përçarës për secilin qytetar. Jona, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë në emisionin Debat Plus. Kënaqësi ju presin në studio. Faleminderit.